Kushtrim, më ka rënë në sy, në fakt, gjithë stafit e Djela Vlen, nga ka rënë në sy një statusi jote në Facebook që e ke postu para 2-3 jave dhe që fati e deshti që ta lexojmë tani, është kogja e gjatë, por ne kemi shkëput disa paragrafe. Prishtina nuk është qytet i origjinave, por i mbërritjeve. E ardhja nuk është njoll, është faj, është fryma e gjallë që e mban një qytet në lëvizje. Kush e përjashton Ardhacakun, në fakt përjashton vetë esencën e Prishtinës. Absurditeti vazhdon edhe në jetën e përditshme. Unë nuk kam mujt me pi kafet e vogla, vetëm se s'jam i Prishtinës. Kamarierit që para një viti ish ardhë prej Kamenicës, i kishë thonë menaxherin nga Majaci i Podujevës, që ka urdhër prej pronarit të kafeterisë me prejardhjen nga Novosela e Pejës, të mos i shërbeni atyre që s'janë të Prishtinës. Ironia është një zinxhir ardhacakësh që mohojnë tjetrin ardhacak në emën të një prishtinalie që asnjani nuk e ka. Pikërisht, kjo është që ka qenë diçka, tash është të zbej pak, por nuk e di për ata sepse tash shpesh herë paragjykohesh edhe në aspektin e dukjes ose diçka. Por kryesisht në disa kafeteri ka qenë e pamundur me pi kafe. Shpesh shërkojnë a shku ato në kohë 2-3 tavolina. Qa jap siklet ma, në shku të qaj o kafe? Jo, ajo është për shkak se është një farë kur të mohohet diçka, është një farë ngacmimi shumë i madh që ti me shku ato dhe kur shkaj që i pashe 12 tavolina thot, edhe vike dhe kjo është e rezervune nuk ka vend, e kishe një farë ndjesie të çuditshme, sepse tani ajo mohimi është insistim për më shku. Është një farë. Për ndryshe, unë kjo nuk po du me thonë që në kajt pjesë ashtu e këna pas. Po thamë që ka qenë edhe që unë nuk besaj që fakti kur thujmë ka herë na i kena pranu pavedishëm e cilësojmë në diçka që s'janë. A dim se e kanë boj, nuk ju kanë lonë me hinë kafeterit për shkak të marketingut, se sa ma shumë bën që si sene, që ma shumë njerëzit interesohen për me shku. Edhe është pjesë e marketingut është kuriozitet, ma mërmenja mu. Amo se disha qyshe zbuleshin që jam i Drenicës. Ju vën kuriozitet për mu. Ato nështë, a gumë thonë ato. Po pa tjetër, tutem këtë që njësë. Ndoshta unë jam e martuar me bjeshkatar. Kam kërku me qenë, mu kombinu një qytetar një atje me dalë të mija pak ma i rizë, unë ma komplet. E të shpio im njëra prej fmive ka punu në unitet dhe ka pas trenim bej. Dhe ajo kër o prezentu, buri jam është pia shiqit junikut. Tash, kër o prezentu, ka thonë quhem Dona Jasici, buroj nga Jasici e lindur në Prishtinë. E kanë thirë burin tim disa profesor pejon, që e kanë njoft, e kanë thirë i kanë thonë hera parë, na me ndigju që ashtu diqka, da ka pëlqy qasja. E ta shumë përdu mu lavdru se edukimi, ka shku krejt në atë pjesë.